E kemi paralajmëruar dhe në fillim që në këtë pjesë do të flasim pak për punë, për disa paragjykime që mund të kemi ndaj disa punëve të caktuara dhe ato momentet kur mbase krenaria nuk na lejon që të bëjmë diçka që edhe mbase mund të sjellë përfitime. Më shumë se kur, sidomos të rinjt sot janë të ekspozuar dhe afër mundësive për të punuar, për të eksploruar, sidomos në tregun ndërkombëtar, online tashmë ka bërë punën e vet, por për gjitha do të flasim në studio në këtë pjesë të debatit bashkë me Arditën. Jemi për herë të parë në studio. Ardit, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta Amer. Faleminderit shumë. Jasishin sot e kemi këtu, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Dhe Redionin e kemi përmes një lidhje direkte që zakonisht ajo është për showbiz, por sot e kemi për këtë temë, por do ta lidhim diku edhe me pjesën e showbiz natyrisht. Redion, mirë se erdhe. Mirë se të gjejmë, mirë kënaqësi. Faleminderit shumë. Ardita, po e nisim me ty natyrisht edhe duhet dhënë përparësi në këtë debat. Faleminderit. Për të këtë pak mbrapa dhe për të nisur secili nga vetja, nuk e di cila ka qenë puna e parë ty atë kujtohet edhe sa e ke vuajtur këtë pjesën që mbase që punën e parë ta kesh atë që ti e doje gjithmonë. Punën e parë që kam bërë? Po. Okej. Puna e parë ka qenë në Bërë Ramiz, u qujtë atëherë, Pierre Cardin dhe Kenzo, kom punu, si modele, po kom punu ka qenë fashion që atëherë, i mershin femnat modele sene, dhe ju më një shumë mirë, ju keq, u kom bashkë për moshën temë. Po, se natyrisht ka pas edhe shumë organizime në atë periudhë. Po, edhe, do më thuna e ka qenë puna e parë, në ndërkohë me modelizëm, edhe filmi i parë ka qenë moshën 16 vjetë. Halas kom qenë aktore, po kom marrë pjesë si modele. E ke pas gjithmonë aktrimin. Jasish, a ka qenë gazetaria gjithmonë për ty? A ke bërë diçka tjetër në fillim apo jo? Munda me thonë shkrimi, ndoshta ka qenë profesioni i parë që e kom nisë, nashta edhe jam konë gjithmonë i dhonër në asaj, po puna e parë që e kom bërë ka qenë për këthys, kom punu me njerë pas luftës, kom punu për organizatën i Rotary International, ka qenë një organizatë jo qeveritare, e cila ka udhëheq projekte, dhe me thonë, ne komunën e Gjakovës edhe udhëheq pe Amerikanëve. Mandena, dhe me thonë, kom punu aty 6 muaj, dhe mandena e kom marrë në Prishtinë dhe kom fillu studimet. Edhe punë tjetër që kom bërë jashtë gazetarisë, dhe me thonë, prej tu 26 vite, ka qenë edhe puna në fillim, kom fillu me punu, kur kom fillu me punu në media, kom fillu me punu në marketing. Ka qenë atër radio studenti, po ma vonë atër është shëndru, tash është radio Valja Rinore dhe aty kom punu si agenti marketingut për një kohë. Me thonë ne atë radio edhe si oficeri logistikës edhe kështu do me thonë pej oficeri logistikës edhe pej marketingut kom kalu në gazetari edhe kryesisht do me thonë prej asaj kohë kom punu vetëm si gazetari kulturës. Në këto ujra kryesisht. Redion, opinionisti, a ka qenë puna jo të parë? Se ti ma jeri ju nga këtu. Unë kam 10 vjetë që ushtroj punën si gazetar, por për para, ku kam qenë student, sigurisht kam punuar në punë, lecemi sezonale, kam punuar të tezja ime si tregtar ambulant, për edhe lecemi punë të tjera, por puna e mirëfillt që kam 10 vite që ushtroj sigurisht gazetari. Po, dhe jo kote bëra këtë pyetje për të hyrë në debat, sepse natyrisht ne shohim që sot, në base kjo puna në rrjetet sociale, e mundësin që e për ekspozim, se cilin nga nesh çfarë bëjmë, bën që njerëzit të rritë sidomos, të kenë disa paragjykime ndaj punëve. Ardita, cilat punë mendon që paragjykohen tek ne dhe të rinj, edhe të tjerë, që në base janë edhe në mosh, nuk duan ta bëjnë? Shambull, nuk duhen kamarjer, me punu ju do këtë në nëshmem, veç ka shumë cilë të bojnë normal, se pa tjetër ju duhet për ushqema, diçka, po e vrejnë që nuk e bojnë me dëshirat, punë. Ku e vrejnë ti që kamarjerët nuk e bojnë me dëshirë? Nëse si kanë sjelljet e mira me musafir. Po, me klientët, po. Mandena supermarkete. Do me thonë, qështu, këto e 2 kryesorët që... Në çfarë sjellje ke hasti në këto 2 momente, pra dhe në qoftë edhe në lokal, por edhe në një market? Një moment që mbase ty të kalon përshtypjes që edhe sot e ke kriju këtë lloj përshtypje. Për shembull, kom qenë market, e kom gjetë një gjatë të hapën ose të prishën ose diçka dhe kom shku e kom kthy menaxheri për shembull i marketit, sikur me bë me zor punën. Ai përkundrazi ai duhet të më sill më ndryshe. Nëse don punën, bëne me qef, ose mos e bëj hiç.
Edhe okej, ta ka kthy, po qatë mënyrë e vren ti që nuk e dënë punën e vetë. Edhe më kanë tregu vetë realisht në për markete, supermarkete që rrogat janë shumë tulta. Me gjetë ma mirë shkoj dikun tjetër. Edhe nuk e kam problem kështu mu lodhë fort. Si të gjoj dikun ma mirë shkojnë. Për para e kemi pas ma vështirë, kushtet kanë qenë ma të vështira. Tash është ma letë. Për trit është mundësi ma e madhe, ka ma shumë vende për punësim, edhe kështu që është shumë ma letë. Jasish, cilat punë nuk duan t'i bëjnë tek ne? Po tash, nëse bëjmë një krahasim me përpara dhe sot, shohim domethënë ka shumë dallime. Përpara unë për shembull kur kam hyrë në një butik e kam vrejt që shitja ka qenë një femër që ndoshta ka konkuruar edhe për mis, qenë e bukur, ka qenë ndryshe, ka pas një sjellje shumë më të mirë kundrejt klientëve, ndërkohë që sot nuk e sheh atë qasje dhe kjo tregon që kjo punë më paragjykohet dhe nuk është më e dashur për shumicën e femrave të reja sot që ekzistojnë. Kam pa dhe paragjykime përpas këtyne punëve si pastruese dhe këtyne tjerave, se kur zakonisht ka domethënë paragjykime, kohëve të fundit e kam vrejt edhe një gjë shumë interesant se po shoh që ka paragjykime edhe ndaj punës së mësuesit. Mësuesit, pse? Sepse të këta të rritë pesha se shumica atrive, sidomos tinexherëve, nëse i pyet domethënë si çfarë profesioni e ndran ose diçka tjetër, domethënë ata më njëherë tregojnë tjerë paragjykime, mirë po asnjëherë nuk flasin domethënë për paragjykime, domethënë asnjëherë nuk flasin nëse i thu do më bëj mësues ose arsimtar, më njëherë thonë çfarë është ai profesion, domethënë fillojnë në çmimi për profesionin, pra ka paragjykim për atë punë, domethënë që për mendimin tam është edhe punën më fizike që konsiderohet. Unë po flas në biseda, domethënë që kam me tinexher, sepse tash edhe vajzën e kam tinexhere dhe shoh që edhe ajo dhe shumë njerëz domethënë shoh që thonë është inteligjencë artificiale, tash nëse do të mësu mundem me shku ande, me këshyr këto gjana, pra shoh që ka filluar edhe kjo punë me u paragjykuar, gjë që përpara nuk ka qenë, sepse na kemi mendu 100 metra përpara, kur e kemi pa mësuesin, kemi mendu që është me përshëndet, që është me respektu, që është me bisedu me ta. Pra tash e shoh që nuk është që sanë, asë nuk e përshëndesin, ka ose shenë rrugës, botë, kështë nuk përshë, ose diçka tjetër. Të keni fëmijë, edhe sot mjafton realisht edhe me një 5 vjeçar me pas një biseda dhe të flasë si me qenë i rritur dhe i din gjëra. Në këto biseda që ju i keni, do më thotë, qëfar ju lë për shtypje, dhe cili është një moment base që juve ju ka habitur një gjë që është tënë nga fëmijët tuaj? Për shembull, e kom kritiku diçka fëmin të jam, ose ka kritiku dikush familje dhe djali ja ka kthy e ti pse pe bon praj, po më kritikon mu. E i ka 7 vjetë. Edhe mas ne po që ditën krejt, qysh, ku pedin këta, qysh bohët, ka dhe gjana shumë tjera që befasohen. E ku pedin për ta parashtruar? Do shta dhe i ndëgjojnë edhe të mdhejt, po edhe prej telefonit, edhe pësone maksimumin kujdes namës me alon djali telefonin gjithë kohën, po me alon rrinë tankohën. Tankohën me telefon, me alon, është shumë i zgjut, ka qef me mësu, po kurëm pytje telefoni e harën gjitha. Po, për një pytje personale, je personazh goxha virala, me deklaratet tua që marrin vëmendje, ma the edhe para se nisim emisionin që je drejt për drejt dhe ke dëshirë të tuash atë që mendon, edhe në ato tema që janë shumë që nxisin debat. A ka ndodhur në këtë periudhë në një moment djali apo jo me u përball me një deklaratë anën edhe me këtë viralitetin, të ka thënë diçka? Une kam edhe ndimësën që më dimon me djale, qanë për shambull në përkurse në përgjana dhe nuk e di që shkan reagu njerës, po najherë kur shkojnë e që i djalin e shot që më këshyrin, dikur shumë thëtë shumë mirë, dikur shumë këshyr ma kështu, apo kuptan. Djali ju, po une dhe familja jeme nështë ta kam pas disa momente që i kam bo mundi pak, pse për shambull për fshat ose ato. Ama njerëzit po kuptojnë që ata pe ofendojnë një kafsh, apo kuptojnë, njerëzit kur komentojnë ty komente negative, ata pe ofendojnë, për shambull thojnë lopa pe shan lopën, pse ju pe ofendoni pra lopën, apo kuptojnë, po mu nuk më bojnë për shtypje këtu, djali nuk ka pas diçka, se une kursej djalin, mundona
sa me rujt prej këtyne gjana, kështu që nuk më ka thonë ende mam, kom pas, më ka thonë dikush kështu ose kështu, veç që i ka thonë e kom pa mamin televizor, dikush. Redion, natyrisht je në një pjesë, në një treg, natyrisht shqiptarë dhe anaj, por janë edhe këto dallimet, mbase për të lidhur me këtë që tha Ardita në fillim, një kamarjer, dikush në një market që nuk e bën punën me qef. Çka vërenti, cilat janë punë që paragjykohen dhe që nuk i duan të rinjt, por mbase i bëjnë sepse duhet të mbijetojnë disim? Fillimisht ka një lloj manie dhe fatkeqësisht kemi një rini që po cilësohet si parazite pasi i shikoj për ditë në orë të pacaktuara të ditës nëpër kafene dhe pyes se me çfarë ushqehet dhe se si jetojnë, ndërkohë që ka një lloj tjetër fasade e një rinie që ka një jetë jo reale në rrjetet sociale me makina të shtrejta, ndërkohë që nuk kanë as parë në xhep, pra refuzojnë të punojnë punë si kamarier, ku e dim që në vende të caktuara është një punë që ka fiktime më të mëdha që shkon edhe më shumë se paga e një deputeti, por ky stereotipi i një lloj pune që le të themi kamarier që cilësohet si e rëndom, fatkeqësisht e bën që një rini të mos shkoj të kjo punë që ka të ardhura, që ti mund të lidhësh kontakte edhe me njerëz të tjerë sepse ti nuk e din se në çfarë vendi mund të shkosh në një hotel shumë të famshëm, mund të shkosh në një restorant elite dhe sigurisht që refuzimi për të pasur një punë por që ka plot të rinj që e bëjnë dhe janë krenarë dhe paguhen dhe kanë krijuar kontakte dhe kanë, le të themi, e kanë bërë vete një lloj forme më të aftë për jetën dhe kanë marrë një lloj eksperiencë shumë të mirë. Po. Jasish, natyrisht një diskutim tjetër që bëhet është kjo që të bëjmë një punë të mirë, të bëjmë një punë të ndershme. Çka është një punë e mirë dhe e ndershme sipas teje? Po, tash i varet, më thonë, çfarë konteksti. Absolutisht po. Se nëse për shembull punë e ndershme është kur e bën punën për shkak i thirrën, ku tregohesh lojal ndaj vendpunimit tonë, ndaj profesionit tonë. Kur nuk i te kalon kompetencat që t'jep ty profesioni atë. Për shembull, nëse je gazetar, dush me qenë lojal ndaj profesionit tonë, me besu në mendimin e lirë, me mendu në shprehjen e lirë, me mendu në opinion, me mendu, dhe me thonë edhe me besu në opinionin që e jep. Me hulumtu edhe me bo temat cilat do me thonë shkaktojnë debat publik. Pra këtu janë ato do me thonë që e karakterizojnë punën e një gazetarit ndershëm. Do me thonë kur një gazetari i arrin këto, do me thonë atër ka bo një punë ndershme edhe një punë që është shumë fisnike, sepse profesioni i gazetarit është fisnik në ratë parë, edhe e krijon do me thonë këtë ato, por nëse një gazetar, do me thonë, vend që ta bëj këta, bën propagandë, bën, do me thonë, gjana tjera, do me thonë, që nuk janë në kuadër të etikës të gazetarit, atër konsiderojnë se mund, do me thonë, që ai nuk është duke bo punë ndershme edhe për punën që ai është i thirrur për me e bo. Pra, kjo është edhe në gjitha profesionet tjera, si të mësuesi, si të politikani, si të gjithë. Do me thonë, pra ti duhesh të jesh sfari lojal ndaj parimeve tua. Dhe në momentin që ti kryen punë me parime, atër sigurisht që je duke bërë punë të ndershme. Nëse nuk je duke Po, e kryes sipas atyre parime, po. Do me thonë, sipas atyre parime, atër realisht nuk je duke bërë punë të ndershme. Po. Ardita, për ty, çka është punë ndershme, duke u lidhur me faktin që jam i vidur që ke pas paragjykime dhe je përballur me paragjykime për punën si modele, sidomos pa dhe si aktore, kështu që për të bërë një lidhje të gjitha këtyre, çka është për ty punë ndershme? Punë ndershme për mua është një punë që se damton veten edhe të tjerët. Nëse damton veten edhe të tjerët, ajo është punë e pandershme. Çdo punë është e mirë që ka të bëjë, domethënë, edhe kamariere, edhe taksi, edhe pastrues, edhe krejt janë puna të ndershme, nuk ka kur një farë problemi s'është përderisa ti e bën me që thojnë me ndershmëri. Po. Ty çfarë të është thënë për punë që e ke bërë, për çështjen e pjesën kur je punuar si modele, me pas pjesë në momentin kur ti je inkuadruar në aktrim. Në çfarë komentesh je përballë dhe ata kanë vështirësuar apo ke qenë gjithmonë kështu që ti ke këshyr qëllimin tënd dhe s'të kanë interesuar shumë? Kom pas komente lloj-lloj, spicike, e dina si krejt, edhe zakonisht për femna që janë të majt me të bukra, e thojnë atë fjallën, është kështu spethëm, po.
Po sa ma shumë që komentojnë njerës, atëherë ti je dikushe. Se në momentin që smiren me ty, ti nuk je askushe. Kështu që nuk ma ka ndi fare, që ka thonë njerëzit, edhe pse një farë mënyrë mundën me ta jep një zot keq, po për derisa ti nuk bjen dikim tyre edhe vazhdojnë me ata tonën, ki vetë besim automatikisht ata mbetësin aty ku janë metë. Ku janë metë. Redion, e thash më herë që diku do ta gjejmë edhe një lidhje me personazhet publike, sepse pashmang shumë ne shpesh i dëgjojmë për intervista duke folur për këtë pjesën e punëve që kanë bërë. Jo gjithë natyrisht flasin se çfarë punë kanë bërë e kështu me radhë, natyrisht basi edhe për shkak komplekseve që mund t'i ketë dikush. Si ishe personazhet publike karshi këtij fenomeni, le ta themi, dhe karshi këtyre paragjykime për cilat ne po flasim? Padyshim që figurat publike kanë një lloj strukture që e kanë bërë veten më lart se një publik i thjeshtë dhe detyrimisht jetojmë me një lloj ëndre, por që kjo ja mundson edhe besoj unë kushtet ekonomike që ta shikojmë veten në një nivel më të lartë, ndërkohë që larg kamerave ti shikon për ditë, mund t'i shikosh në rrugë, shikojnë që nuk ka një lloj connection, njerëzit nuk janë aq shumë të interesuar për t'i parë apo për të bërë një foto me to, për thjesht është kjo fasada për t'u treguar në syt e publikut një VIP që është i rëndësishëm që bën një punë më shumë me vlerë se dikush tjetër që në fakt i shërben komunitetit, se sa një artist që përmes le të themi artist që ka këngë ai fiton dhe thjesht argëton publikun, ndërkohë që një mjek është ai që shpëton jetën e njeriu. Pra është kjo lloj fasade, por ka dhe personazhe që janë të thjeshtë, janë personazhe që nuk kanë komplekse, që nuk e kanë atë lloj, le të themi, vëmendje të madhe dhe nuk e vuajnë dhe nuk është se transferojnë vetën një lloj VIP-i që unë jam i paprekshëm, unë jam i pakapshëm, jam në këtë pedestal dhe nuk preken nga askush. Po. A kemi VIP? Kesh të folët për qëta. VIP nuk është artiste, këngëtari. VIP janë politikant. Pse? Unë nuk mendoj që VIP jenë ana. Se very important person. Do me thonë, ma tepër jenë politikant. Na nuk quhëm VIP-a. Po këtu një intervju me bo VIP. Ose, dhejse. VIP. Big Brother, për shembull, unë s'njeh shumë e VIP. Anë me shumë Big Brother. A ju disponova pak? Lidhemi tash këtu, lidhemi, po. Unë mendoj që jo, nuk fajtohem këtu, personi i rëndësishëm është ai që me një vepër artistike lën një gjurmë të mirë te populli. Ma thonë, këtë rast nëse një aktor e lu një rol, nëse ajo në di qa është, se e kuptaj. Për që ata për këtë pun i qunë VIP-a, për shkak se nëse një rol i George Clooney ka bo, do më thonë në Saving Private Ryan, një rol i George Clooney ka bo që njerëzit me këshu luftën. Hollywood, okej, Hollywood, por na po flasim, edhe na jemi lokal, se ka aspektin ndërkombëtar, ka aspektin ndërkombëtar dhe lokale. Çdo industri ka anën e vet mirë të keqe, domethënë pavarësisht sajnë. Domethënë nëse na shohim që një tajna e ka nigu 10 milion vet një këngë saj, atëherë na shohim se çaj person me çat tekst ka pas ndikim tek ata 10 milion njerëz. Nashta nuk janë 10 milion, se po nashta 100.000 njerëz e kanë nigu atë këngë, pra kanë bërë repeat, që domethënë që ajo ka një ndikim edhe është e rëndësishme për ta se artiste. Dua Lipa më nuk më konë vep. Po, s'është më rëndësi. Çdo person që lën pak gjurmë, domethënë në publik, edhe lën një vepër të mirë artistike, mund më konsideru i rëndësishëm para shoqërisë. Mendimi po, sociolibëroj natyrisht. Është mendim, domethënë se përkundra unë mendoj që politikanët nuk janë fare njerëz të rëndësishëm, sepse ata nuk bojnë kur gjë hiç. Domethënë, ata veç bojnë do ligje, ja të Kosovës, por në përgjithësi bojnë do ligje, shkaktojnë lufta, domethënë për mu nuk janë njerëz të rëndësishëm. Njerëz të rëndësishëm, domethënë, janë ata njerëz të cilët e tregojnë anën humane edhe lojnë vepra, domethënë. Po për shembull që Ardita hin Big Brother, del Big Brother. A është vep? Varet që shlun aty. Varet çka tregon kjo për publik.
Qofse Do të thonë, varet çka tregon kjo për publik. Çka kishte treguar dita? Për me qenë vetë, për mu bo very important person. very important mi kry një 7 fakultete, edhe minimu komplet shtetit, edhe ba mirësi normal, edhe shumë gjana tjera e vip, tu dalë, tu dridhë, tu bo, tu këcir, tu ato për mu nuk janë vip. Ba mirësi bojnë edhe hojë, që përse më thonë që në vita. Po veç, po ne primar shembull, dhe me thonë, disa që i bën prej se cilës nga pak, atëherë që ajo quhet. Unë mendoj që biznismenat janë vipa. Jo aq, po politikan, definitivisht. Politikan të mendon. Këtë pjesën e Big Brotherit VIP Redioni e ka kështë specialitet, kështu që Redion, a janë vipa apo s'janë? Sigurisht që një partit e vogël nuk e di me 2-3 mund t'jenë vipa, pasi të tjerët janë figura publike ose figura mediatike, ose rëndon figura TikTok-u dhe figura Instagrami, por vip është një person që ka një lloj ndikimi të madh në shoqëri, siç mund të jetë kryetari i qytetit, ose për shembull në Shqipëri, ose presidenti që nuk është e lehtë që ti ta takosh, apo që nëse le të themi ndodh një fatkeqësi, atëherë vendi përfshihet në një lloj kaosi, edhe nuk besoj që nëse një figurë publike ikën nga skena do ndodh tragjedia. Më falë, që do të thonë që për japi një shembull Ledioni. E kush ka qenë Luiz Zelli para se me hinë Big Brother? Një artist shumë i afërmuar që kishte epokën e tij, sigurisht që Big Brother është një trampolin shumë e madhe që ka një audiencë maksimale dhe të bën ty le të themi fenomen siç që bën Luizi, por ai e kishte karrierën e tij, e kishte famën e tij, kishte prodhimtarin muzikore të tij. Po nuk ka qenë vip. Edhe tash është vep, prapë është vep, është njeri publik, është i fakshëm. Po e kuptoj prej Arditës edhe prej Redionit, po flasin në këtë kuptimin që vep e konsideroj dikën që me punën e vetë ndikon diçka, do të thotë. Luiz Zelli në këtë rast me që përmend, ai mund të jetë vep ose për vete, shumë thon famën e ka për vete edhe nuk si ashet i harin as. Para se të jetë edhe figurë publike, edhe para se të jetë edhe celebrity, po thëmë celebrity, që për ndryshojmë termin, për hekim termin VIP, edhe për marim celebrity ose reality star që i thojnë në Amerikë. A thonë, Luiz Zelli ka qenë një artist shumë i reformu, mirë po ndikimi kur ka hinë në shtëpinë e Big Brother, që Big Brother atë e bëri senzacion. E ka bo senzacion, e ka bo celebrity, po ka bo edhe VIP. Pse? Sepse njerëzit kanë fillu me trajtu femnën ose dashurën sikur se Luizi që ka trajtu Kiarën. Madje i kanë vendos edhe këngë të njëjta që ai i ka përdorur për dashmen atine edhe gjona tjera. Pra kjo e ka zonë që ai për një artisti ka shëndru në një VIP të rëndësishëm për adhuruesët tine, për fansat e tine. Shumë mirë, ku të kenë artistat këtë lloj ndikimi realisht pozitiv. Kjo është mirë, njëjtë e kem pas rastin, edhe me gjestin që këtu në Kosovë se ka njoft gati askush, personalisht unë se kom njoft heq, edhe ai e ka kriju një celebrity, edhe e ka kriju atë personalitetin e tij që sot njerëzit e kanë kriju një lloj kulti, një lloj adhurimi, edhe e emitojnë stilin e jetës tine edhe gjanat e tine. Ta këngëtar ndodhë në sesion aktiv, harrohen. Steve Jobs, për shembull. Apo kupton? Ata është e bërë t'i krasim kështu. Ama po i përgjithësive, diçka që edhe pas vdekjes vazhdon me qenë... Steve Jobs nuk konsiderohet vep. Ne po flasim për tregun tonë, çka është vep. Ardita, cila është puna që nuk do ta kishe bërë kurrë? Nuk do ta një punë që se kishe bërë kurrë? Eskort. Po Redion se reagove, çfarë thënë palë? Ja, ishte një deklaratë shumë me vënd dhe janë shtuar shumë edhe po prezantohen si figura publike, por kjo është një temë sigurisht që... Po, është temë vetë edhe është më serioze që natyrisht duhet trajtim. Po, se mund të vazhdosh natyrisht nëse ke diçka për të shtuar edhe saj. Eskort, kurse se shumë punë e ullt, edhe i kisha sugjeru këtë vajzat, ndoshta punoni online me TikTok, a çka do qoftë, bëni t'jujat e mos qitë një vetë në atë pozit mu konsideru shumë të ullta dhe
si kur kush i heq, kur gja heq. Më thonë që ajo është, se tjera atë këtë kisha bo, kur është halli edhe kisha pastru edhe krejt. Pa ato kur, për asë një qmem. Jesiç, a ka një punë që nuk e kështë bërë për një arsye të caktuar? Unë e si shabo kur për një si shabo politikan. Politikan? Ja, absolutisht. Do më thonë për mu politika është gjana do më thonë intrigat më të mëdhaja që ndodhin në një vend janë dhe njerëzit e politikës. Thonë ata janë njerëzit se cilët e shpredorojnë parën tonë për knatësitë e veta, për epshet e veta personale, për rana, për ku ta diun, do më thonë për gjithçka. Mirë po unë e këtë profesion absolutisht nuk e shoh veten as si humanist. Ja si sa njeri ka thonë smera me politikë, po sot dikim politikë. Repirat me muzikë, ta shte politikan. Më bo politikan, po si bo. Për kaj kishe? Ardita, për kaj ishte disi? Për me mblina, ju po reper, ta shë bo politikave që është i zgjut, është i shkollum, krejt rregull, s'ka për gjatë keqe. Veç që nashta s'kan vendu për me u fut politikë edhe tash edhe urani po ashtu, edhe a i ka qenë kështu me hip-hop e me këtu, tash jenë politikan. A i shë futin politikë? Se besoj, nështë po duna... Dhe nga komuniteti jytë, dhe nga komuniteti jytë, ka një arsye janë futur. Këtë brotherhoodin e reperave të Prishtinës, këtë me mbli ka shtin politike, edhe Gencin edhe asi, kanë met veç ata të brotherhoodin e PS, me se i fut, po edhe këtë i ka shtin në PDK, edhe Liza Hoxhen, se u konë se R&B, se dikush ka met pe reperave për pas Getogizit, edhe a i pëmduket ka zhjel me shku me jetu në Tiranë, se tash pak të reperat kemi me shku. Redion, qëfar punës e kështë përkur? Po një punë që besoj që nuk shet moralin dhe nuk shet trupin, të tjerat besoj që janë të pranueshme. Pastaj kjo ka të bëjë me aftësinë. Për shembull, unë tek miksia do ta bëja kurse kam një zemër shumë të dobët dhe jam shumë emocional. Se kishe përkur. Duke ju pasur dy njerëz që njohin shumë mirë showbizin, në fund dua t'ju bëj një pyetje pak jashtë temës, Redionit edhe Jasicit, një diskutim i fortë që u bë për prezencën e Ferrës në një realizim tek Arbana Osmani, pra që transmetohet vetëm në YouTube, po gjithsesi mori shumë vëmendje për shkak të historisë, për shkak të asaj që njihet Ferro në raportin me ish-bashkëshorten e tij. Si e pat ju edhe Arbana pati një reagim që kërkoj që mos e gjykoni përpara se ta shikoni intervistën. Besoj e keni shikuar, si e pat? Redion. Sigurisht që e ndoqja së është pjesë e punës, pikë së pari duhet të sqarojmë opinionin publik se puna e gazetarit dhe atij që merr në intervistë nuk është punë e një gjykatësi apo një prokurori që të japi vendime apo jo. Është aty për të bërë ato pyetje që qarkullojnë në rrjetet sociale, sigurisht që unë do të bëja pyetje më të rrosë dhe më drejt për drejt Ferro, se pas që Arbana në fakt është një intervistë që me sa di unë ka një muaj që është realizuar, pra dhe nuk është bërë këto ditë, po sigurisht që ka qenë në vorbullën edhe gjithë këtyre polemikave, akuzave që ish bashkëshortja e ka bërë Ferros për dhunë, ndërkohë që ai u shpreh që unë e kam prekur me dorë, nuk e kam dhunuar edhe pse jam paraqitur dhe kam qenë në para burgim aty ku u fala për herë të parë, po që në proces verbal nuk ka qenë pjesë le të themi ajo e mjekut që mund të konstatoj që ka pasur dhunë, por e shikoj si një lloj pasqyrimit të asaj që ai mund ta bënte edhe në rrjetet sociale, po thjesht zgjodhi një kanal për të folur dhe besoj që e drejta për të folur është e çdo personi, sidoqoftë rrethanat që le të themi gjendet ai, siç është Ferro që ka dhe 3 akuza që prokuroria e Gjilanit ka për të, siç është dhuna në familje, kanosja apo dhe ngacmimi ndaj Arbenitës. Nga ana tjetër ai e mbylli intervistën, edhe pse më duk shumë jo i sinqert, e mbylli me një lloj thirrje që t'i lër inatet Arbenita, dhe unë besoj që edhe një lloj kërkim falje, që kishte çdo episod kishte kërkim falje, por e kishte edhe një lloj thirrje që të lër, le të themi, Arbenita inatet, po Hekmarit ai bëri edhe një akuzë shumë të rëndë për motrën e presidentes që është avokatja mbrojtëse e Arbenitës. Po, këto deklarata realisht, Redion, këto deklarata i ka bërë edhe më herë, ta nuk janë të panjohura, edhe përmes rrjeteve sociale e ka bërë këtë. Po, Jasic, patë rastin në po, apo? Unë e pash shpesërisht, nuk e pash shkrej, do më thonë e pash atë hymjen spektakolare me bodyguarda, do më thonë me shku të Arbana në intervistë. Kjo ka zënë edhe një mani të reperave dhe krejt skenës muzikore të Kosovës, se dhe t'i japin vetës ma shumë rëndësi se sa janë të rëndësishëm, fakt.
sepse artisti mirë është I thjeshtë. A është Fero VIP? Jo, ai është mirën e vetë VIP. As ajo femna e vetë, as ky papet, kjo më duket djalë më I mirë se ajo vajzda. Une kam jap Arbenita. mendimin e ma Duket përpara, që e kam jap edhe ma shton fjalë. mendimin. Edhe Nuk i thot mendimin e ma vërtetat. përpara për Ferën, ata e kanë një fëmijë nes, me cilën një fëmijë luajnë për PR. Për PR? Po, absolutisht e përdorin atë fëmijë për PR, edhe Fera përdor fëmijën e vet për PR. Ka pas edhe një këndvështrim të tillë, po, që përshton. Do më thonë, njëjtë e përdor edhe Arbenita, pra ata do më thonë nuk kanë shumë respekt, unë menoj, për fëmijën e tyre. Shumë papjeku në më duket. Edhe janë faktikisht unë se di ata edhe që shenë bo qift, ata edhe ma para se mu martu, para se ta kishin fëmijë, kanë pasë si lloj problemesh, ndarje, do më thonë edhe, se pra unë nuk e shoh këtë lidhje, nuk e shoh, do më thonë, Fero, këtu paraqitje publike, I bën sigurisht për më shfaqsu, pe akuzave, Pra ti nuk e sheh si situatë aq shumë serioze sa është bërë nga të dyja palët. Edhe arsyeja pse ai akuzon edhe avokatën, detyra e avokatës është mi mbrojt klientin e vet. Nuk është detyra e avokatës e Arbenitës në këtë rast me mbrojt Ferën. Është detyra e avokatit Feros me mbrojt Ferën. Sa për shkak ti e përcjell po. E kom përcjell më herët për çfarë Showbizin në përgjithësi, se edhe kjo një farë lloj pune. Edhe showbizi, dhe redioni më. Po këtë fundit se kam përcjell. Këtë fundit Arbana s'pedi qa ka qenë, se kom pa. Po përgjithësi me sa I kom pa disa intervista të femrës të Feros, mu më duket Fero djali mirë. Ish partnerës. Ish partneri. Edhe nuk është një mashkull që nështa nuk shkojnë, nuk mundet me, kanë dënë mundet me pas nështa. Ama nuk më përfundu emisioni me që pa e pyet Arditën kush është VIP për ty në Kosovë me që e përmend e politikan. Albin Kurti, a është VIP? Pa tjetër. Vjosa Osmani? Edhe Vjosa është shumë e mirë, më pëlqen. Kjo dashni, apo bëhet me që e ke këtë lloj dashnie ndaj Kurti, apo bëhet qeveria të dielën? Shpresoj që po qyre Albini është shumë I mirë, po qaç është I mirë që në Kosovë, kur je I mirë, shkelin poshtë. Kështu që ka pak problem se nuk e përkrahen. Po më besoj që fiton. Me emër Zotit. Ti je me atë frazën e famshme, Albin Baba. Albin Baba, është Baba në fakt. Bashkë me juve, do ta përbyllim këtë javë. S'po të pëlqej Albini, a? Zdo më pa tjetër me na pëlqej kush do qka. Edhe ty s'pëlqyn ato qka I tha, ma herë. Su pajtova në fakt, se cili e ka mendimin e vetë. Mendimi është I shajt, unë e thash edhe më përpara, nëse unë jam sot gazetar, për shkak që jam editor I mendimit lirë, jepe mendimin e lirë, jepe mendimin lirë edhe për tema politike. Mirë, po nuk asë njerë, dhe më thonë, nuk mendimi lirë, dhe më thonë, është atëherë, kur ti, dhe më thonë, nuk idealizan. Pra, e thu ato që e mendon. Pra, në këtë rast, Tu se thujnë ato që e mendojnë. Se apo mendon që e mendon ashtu, ma është çështje politike. Ja, s'kom të bëj me politikë në fakt, edhe s'kom kush fare interese, son edhe s'jam Kosovë gjithmonë jetë jashtë, po e kom pa që është njeriu ma I drejti, ma realiste edhe ma I ndershme, edhe është guximtar. Falenderit që ishit sot, po e përmbyllim tani, falenderit që ishit sot, Redion, falenderit aty për lidhjen direkte. Sot edhe në një temë jashtë showbizit, me ju do ta përmbyllim javën edhe vikend mirë. Redionin Big Brother. Nuk e di. Kisha pas qef me pa në Big Brother. Nuk e di nëse dëgjoj Redioni këtë. Vikend të mirë, falenderit shumë. Gjithashtu falenderit Amer, u kënaqëm shumë. Po më vjen mirë shumë. Shikoj të ndruar me këtë atmosferën, ne po e përmbyllim edhe emisionin, por edhe javën, Ardit ulë pak se që këtë problem pe kemi me sabit çdo ditë.